Selam aleikum hoxh, desha ta dija se jam thot me Ramazan, po me datë 15 ka nipi ditëlindjen dhe duam ta festojmë. A bën me e prish një ditë Ramazanin, Zoti na falt. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Allahu ta pranoft agjerimin. Allahu e rujt nipin. Zoti e boft hajrit. Allahu e boft kënaqësi për prindrit e tij. Allahu e boft respektues dhe për atyre që i ruajnë lidhjet me fisin, me hallat e me xhajallarët e me tezet e me dajallarët. Zoti e rujt. Ajo që unë të këshilloj është që mos me e prish agjerimin. Ditëlindjet, drekat, fejesat nuk janë arsye për me prish agjerimin. Po ku ka më mirë se në këto ditë Ramazani me qenë agjerueshëm dhe me bo lutje që Allahu i lartësuar t'i ruaj niprit e mbesat e fëmijët. Nuk është arsye për me prish agjerimin. Kështu që agjero dhe nipin Zoti e boft hajrit. Amin.